LSDM do t'i shfrytëzojë të gjitha mekanizmat për sigurimin e drejtësisë jo selektive dhe e përgjegjësisë për tragjedinë në Koçan, kështu thuhet në komunikatën e LSDM-s pas mbledhjes së mbrëmshme të Komitetit Qendror dhe Ekzekutiv të partisë, në të cilën, siç bëjnë me dije, është diskutuar për situatën aktuale në vend pas tragjedisë në Koçan. Mbledhja kishte nisur me 1 minutë heshtje për 59 viktimat. Konkluzioni i Komitetit Qendror i LSDM-s është se rrjedhja deri tani me hetimeve tregon se po zhvillohet në mënyrë selektive dhe është fokusuar vetëm në të kaluarën, vetëm në ish-funksionarët dhe nënpunësit civil, ndërsa zyrtarët aktual dhe nënpunësit civil nuk janë përfshirë fare, edhe pse kanë qenë në detyrë ditën kur ka ndodhur tragjedia. LSDM thotë se insiston në hetim jo selektiv të pavarur dhe thelbësor, në të cilën do të përgjigjen të gjithë sipas ligjit. Në këtë drejtim, LSDM do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat institucionale dhe demokratike, përfshirë edhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes komisionit hetimor në momentin e duhur për të vërtetuar faktet, por edhe për përgjegjësinë politike për tragjedinë e ndodhur në Koçan. Sa i përket zgjedhjeve të brendshme për kryetarët e LSDM-s, njoftojnë nga partia, ato anuluan për shkak të tragjedisë në Koçan dhe Komiteti Qendror vendosi që ato të mbahen më 6 prill.